Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajibin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 35 të surës Tauba, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra. Fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinu al-qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ta Allahu numri muajve është 12 sipas Hanës. Ashtu si është në librin e Allahut prej ditës kur krijoi qiellin dhe tokën. Prej tyre, prej muajve pra, 4 janë të shenjtë. Kjo është fe e drejtë. Prandaj, mos u bëni padrejtësi vetëve tuaja në to të 4 muajt, duke bërë gjunahe. Jemi në fillim të muajit të bekuar e të shenjtë të Rexhepit. Allahu na mbarësoft në këtë muaj të bëjmë vepra të mira, të përmirësojmë moralin ton, sjelljen ton, të pastrojmë shpirtat ton, zemrat tona, duke besuar, adhuruar, përgjëruar dhe duke i lutur Allahu fuqiplot. 4 muajt e shenjtë për të cilët flet ajeti pra 35 surës Tauba janë muaji Dhul Qaada, muaji Dhul Hijja, muaji Muharram dhe muaji Rajab. Janë quajtur të shenjtë sepse lufta në to ishte e ndaluar që nga koha e profetit Ibrahim a.s. Ky ndalim ishte në fuqi deri në kohën e ardhjes së Islamit. Kur erdhi Islami, ai e pohoi shenjtërinë e tyre. Kurani i shenjtë tregon se është e ndaluar të fillohet lufta kundër armiqve gjatë këtyre 4 muajve pra të shenjtë. Gjithashtu, Kurani flet për domosdoshmërinë e luftimit të armiqve nëse ata shkelin shenjtërinë e këtyre muajve dhe fillojnë të luftojnë. Muaji i shenjtë i Rexhepit është një shkollë trajnimi nga ana shpirtërore, në të cilën duhet marrë pjesë pra në këtë shkollë për t'u përgatitur për muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Muaji Rexhep është i mbushur për plot mirësi. Ai nderohej dhe madhërohej edhe në kohën para Islamit. Muaji Rexhep ka një pozitë të lartë në Islam. Ai është pra një prej muajve ku gjunahet në të janë të rënda, të mëdha. Por edhe veprat e mira shpërblehen shumë në këtë muaj të shenjtë. Është transmetuar se i dashur i zemrave tona, i dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kur e shihte hënën e re të muajit Rexhep, ai thoshte: O Allah, na e beko muajin Rexhep dhe Shaaban, na mundso të arrijmë muajin e Ramazanit. Na ndihmo në agjërim dhe në adhurim gjatë natës, në ruajtjen e gjuhës dhe në uljen e shikimit, dhe mos bëj që pjesa jon prej tij për agjerimit
të jetë vetëm uria dhe etja. Gjithashtu, është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas se ka thënë: kur vinte muaji Rajab, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wa alihi i mblidhte muslimanët rreth tij dhe u mbante një fjalim. Falënderonte Allahun, përmendte profetët para tij dhe u dërgonte atyre bekime. Pastaj thoshte: o musliman, një muaj i madh ju ka mbuluar e hijezuar. Ai është i bekuar dhe është muaj i derdhjes, në të cilin Allahu derdh mëshirën e tij mbi ata që e adhurojnë, me përjashtim të një robi idhujtar ose atij që shpi krisi bidat në Islam. Vërtet, në muajin Rajab ka një natë, dhe kjo është nata e xumës së parë të këtij muaji që quhet nata Ragajib. Dhe kushdo që ja ndalon gjumin vetes dhe ngrihet gjatë saj natës Ragajib, pra ngrihet për adhurim, pra për falje namazi, për lexim Kurani, për dhikr, për mendje të Allahut, Allahu ja ndalon zjarrin trupit të tij. 70.000 engjëj ja shtrëngojnë dorën dhe kërkojnë falje për të deri në një ditë të tillë, pra deri në Rajabin e ardhshëm. Nëse ai do të kthehet, pra do të adhuroj, do të kthehen edhe engjëjt, pra të 70.000 engjëj që i shoqëruan pra një vit më parë, ata do të kthehen përsëri, do t'i shtrëngojnë dorën dhe do të kërkojnë falje për të. Pastaj profeti tha: kushdo që agjeron një ditë të Rajabit do të jetë i sigurt nga tmerri më i madh dhe do të shpëtohet nga zjarri, nga zjarri i xhehenemit. Pra kjo thënie na nxjerr në pa mirësinë e madhe të këtij muaji të shenjtë, të muajit Rajab. Për veçorive të muajit të shenjtë të Rajab janë: muaji Rajab është quajtur muaji i shurdhur, sepse në të nuk dëgjohen zhurmat e luftës, sepse lufta është e ndaluar në të, pra në muajin Rajab. Veçori e dytë është muaji Rajab quhet muaji i derdhjes, sepse në të Allahu derdh mëshirë për robët e tij. Sa mirësi e madhe. Pra në këtë muaj të shenjtë na ka mbuluar mëshira e Allahut. Normalisht mëshira e Allahut na ka mbuluar gjatë gjithë jetës tonë, por në këtë muaj Allahu e shton akoma më shumë mëshirën e tij mbi robët e vet. Veçori e tretë është muaji Rajab ka një rëndësi të madhe sepse përfshin përmendjen e dërgimit të kurorës së profetësisë të profetit të mëshirës, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, që ka ndodhur në 27 të muajit Rajab sipas transmetimeve të ehli bejtit të pastër të profetit. Dhe gjithashtu muaji Rajab përfshin lindjen e të dashurit të Allahut, prisi të besimtarëve, Imam Aliut, i biri e Abu Talibit, paqja e qoftë mbi të, i cili ka lindur me 13 Rajab sipas historisë islame. Po ashtu, në këtë muaj, në muajin Rajab, ka edhe ndodhi të ndryshme që jashtojnë mirësinë dhe veçorinë këtij muaji të shenjtë. Siç është ditëlindja e Imam Bakr, ditëlindja e Imam Hadit, martirizimi pra Imam Hadit dhe Imam Gjevadit, pra to janë emrat e imamëve të ehli bejtit të pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Veçori tjetër është muaji Rajab është muaji i pastrimit të zemrës dhe i shpirtit. Është muaj i lutjes, i përuljes, i përkujtimit, i pendimit, i pastrimit nga gjunahet dhe nga veprat e këqija.
Një tjetër veçori është muaji i Rexhep, është pranvera e adhurimit, i përgjerimit dhe i lutjes drejtuar Allahut fuqiplot. Muaji i Rexhep është muaji i përkujtimit, i kthimit tek Allahu, i kërkimit të ndihmës dhe i forcimit të marrëdhënieve me Allahun e madhëruar. Një tjetër veçori është se muaji i Rexhep është muaji i kërkimit të faljes. Të gjithë ne gabojmë. Të gjithë bëjmë punë të këqija. Të gjithë ne vrikosim, mund të flasim keq. Por Allahu ka hapur pra një portë për ne, portën e pendimit, portën e kërkimit të faljes. Dhe ky muaj i Rexhep është muaji i kërkimit të faljes. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: Rexhepi është muaji i kërkimit të faljes për ummetin tim. Prandaj shtojeni kërkimin e faljes në të, sepse ai për Allahu është falës dhe mëshirues. Nuk na gjë, thejme astaghfirullah. Të kërkoj falje o Allah, të kthehem tek ti. Kajtë, ta përsërisim sa më shumë. Të themi astaghfirullah, të kërkoj falje o Allah. Pra për gjithë shka që kam bërë të keqe. Kur e themi me sinqeritet, me pastërti, Allahu subhanahu wa ta'ala na i fshin ato gjunahe, ato të këqija që kemi bërë. Dhe na pastron. Muaji i Rexhep, pra një veçori tjetër është se muaji i Rexhep është muaji në të cilin shumëfishohen të mirat. Për këtë, Imam Musa ibn Jafar al-Kadhim, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Rexhepi është muaj mallështor në të cilin Allahu i shumëfishon të mirat dhe i fshin të këqijat. Kush agjeron një ditë në muajin Rexhep, xhehenemi do të jetë larg këtij sa distanca e ecjes një vit. Dhe kushdo që agjeron 3 ditë, pra në muajin Rexhep, atij i obligohet xheneti. Tjetër veçori e muajit Rexhep është se ai është muaji i dhënies së sadakas. Transmetohet nga Imam Aliu paqja qoftë mbi të se ka thënë: kush jep sadaka në Rexhep duke kërkuar afrimin tek Allahu, Allahu do ta nderojë atë në ditën e ringjalljes me xhennet. Dhe me një shpërblim që asnjë sy nuk e ka parë, asnjë vesh nuk e ka dëgjuar dhe asnjë njeri nuk e ka menduar atë shpërblim. Një tjetër veçori e këtij muaji të shenjtë, muajit të Rexhep, është se ai është një lumë në xhennet. Imam Musa ibn Jafar al-Kadhim, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Rexhepi është një lumë në xhennet, më i bardhë se qumshti dhe më i ëmbël se mjalti. Kush agjeron një ditë në Rexhep, Zoti do t'i japë të pi nga ai lumë. Inshallah pashim të gjithë kismetin që të pijnë nga ky lumë i xhennetit. Muaji Rexhep dhe muaji Shaban e përgatisin zemrën e besimtarit për të hyrë në muajin e mallnueshëm të Ramazanit. I dërguar e Allahut, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, thoshte gjithmonë: O Allah, na beko gjatë Rexhepit të Shabanit dhe na mundso të arrijmë Ramazanin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaban wa ballighna Ramadan. Muaji i Rexhep, krahas mirësive të mëdha në këtë jetë, ka edhe mirësi në jetën tjetër. Është transmetuar se Jafar ibn Muhammad ibn Ali Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë:
kur të vi dita e Kiametit, një thirrës do të tharras, ku janë ata që e nderuan Regjepin, ejnë Regjebijun. Atëherë do të ngrihet një grup njerëzish, fytyrat e tyre do të ndriçojnë të gjithë njerëzit e tubuar, dhe në kokat e tyre do të kenë kurora mbretërore me perla dhe rubin. Me secilin prej tyre janë 1000 engjëj në të djathën e tij dhe 1000 engjëj në të majt, duke thënë urime, Allahu i madhruar e lartësuar të nderoj ty o robi Allahu. Pastaj vjen thirrje nga Allahu i madhruar e cili thot: o robët e mi, o i robinat e mia, betohem në fuqinë dhe madhështinë time, se do t'ju dhuroj prehjen më të nderuar, do t'u shpërblej dhënien tuaj dhe do t'ju vendos në dhoma në xhennet, në të cilat rrjedhin lumej, sa shpërblim i mrekullueshëm është për punëmirët. Ju agjëruat vullnetarisht për mua në një muaj në të cilin unë e kam lartësuar shejtërinë e tij dhe e kam obliguar të drejtën e tij, pra për muajin e Rexhep është fjala. O engjëjt e mi, futini robët e mi dhe robinat e mia në xhennet. Pastaj Jafar ibn Muhammad tha: kjo është për atë që agjeron ndonjë pjesë të Rexhepit, qoftë edhe një ditë, në fillim, në mes ose në fund të tij. Sa e mrekullueshëm për këtë thënë. Inshallah qofshim për atyre robëve që Allahu do t'i urdhërojë engjëjt e tij që t'i përcjellin për në xhennet. Të dashur vëllezër dhe motra, muaji Rexhep na mëson të ndalemi, të reflektojmë dhe të kthehemi tek Allahu, duke e përgatitur veten shpirtërisht për muajt e mëdhenj që e pasojnë për muajin e Rexhep, që është për muaj Shaban dhe muaji i Ramazanit. Allahu na i pranon veprat, lutjet dhe adhurimet në këtë muaj të shenjtë të Rexhepit. Na kujtoni në lutjet tuaja. Allahu ju ruaj dhe ju bekoft kudo që t'jeni. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.